Njeriu I mençur merr mësim. Kam bërë një gabim, ndalu. Nuk duhet të vazhdojmë mëtej, për ndryshe, atëherë do të krijojmë varësi nga gjërat jo thjesht të padobishme, ndoshta të dëmshme, të cilat varësia na bën që t'i kthejmë të domosdoshme, ndërkohë që gjërat e domosdoshme janë krejtësisht të tjera. Gjërat e nevojshme janë krejtësisht të tjera, andaj dhe them që kjo ndarje në 5 kategori, gjërat të domosdoshme, të nevojshme, të dobishme, të padobishme dhe të dëmshme është shumë e rëndësishme. Cilat klasifikimi I të gjitha gjërave, deri dhe shoqëria. Deri dhe shoqëria. Në mënyrë që të kemi projektet tona dhe atëherë çfarë ndodh? Të përqendrohemi në të gjithë jetën tonë, sidomos ju të rinj, në gjërat e domosdoshme dhe në gjërat e nevojshme, vetëm në këto të dyja. Vetëm këtu të përqendrohemi. Vetëm këtu dhe gjërat e dobishme për momentin lej. A e di pse? Por nuk duket pak sikur Jo, nuk është kufizim. Nuk është kufizim dhe nuk është ngarkesë, sepse gjërat e domosdoshme kërkojnë prej nesh aq shumë kohë dhe energji, aq shumë vëmendje, madje mund të lodhemi, ndoshta dhe mund të raskapitemi derisa të realizojmë. Dhe në momentin që ne realizojmë dhe jetojmë me gjërat e domosdoshme ose të nevojshme, atëherë kjo lodhja jon do të na bëjë që do të gëzojmë gjërat të dobishme. Më vonë. Pra gjërat e dobishme do vinë vetë. Gjërat e dobishme çfarë janë? Gjërat plotësuese. Ne nuk mundemi dot të fusim në shtëpi të re një krevat brenda kur akoma nuk kemi montuar derën dhe dritaret. Pra është një analogji shumë e qartë. E plot, domethënë krahasime nga jeta jonë e përditshme. Unë nuk mund të shpenzoj për fëmijët e mi duke bler revista, duke bler libra jashtë kurrikulës së Ministrisë së Arsimit, kur akoma unë si kam bler libra të shkollës. Apo të merren domethënë me stereolapsa, me vizore, me fletore, e ku ta diun me mjete shkollore, të cilat janë shumë të shtrenjta, duke menduar se fëmia im do të jetojë një jetë më të mirë me stereolapsa shumë të shtrenjta. Ndërkohë, stereolapsat e lirë, të mesëm dhe ata që janë shumë të shtrenjta, të gjithë shkruajnë njësoj. E kështu me radhë. Atëherë pyetja është pse duhet shpenzojmë në shpërdorime, pse duhet harxojmë kohë për me gjetë ku janë më të mirat, e kështu me radhë. Pra nuk janë të domosdoshme dhe as të nevojshme. Për sa kohë që plotësohet? Në momentin që plotësojmë gjërat e domosdoshme dhe gjërat e nevojshme, do të fillojmë të gëzojmë ashtu siç duhet vetë gjërat e dobishme të cilat do të vinë vetë dhe aty janë me ne.